Atëherë, së pari falenderoj familjarët, miqt dhe shokët të cilët më janë gjendur pranë në këto ditë shumë të vështira. I falenderoj përzemërsisht. Gjykata dha vendimin që pritej, arrestimi im u shpalli paligjshëm sepse realisht ashtu ishte. Unë u shpreha edhe në gjykatë, unë nuk jam kriminal. Unë isha aty në mbrojtje të interesit të komunitetit, në mbrojtje të një kauze që ne e kemi menduar si të drejtë dhe e mendojmë si të drejtë. Nuk ishte qëllimi im asesi që të dhunoja dikë për shkak të detyrës. Ky ishte një vendim thellësisht i padrejtë. Kështu që kam edhe një falënderim për gjykatësin i cili mori një vendim të drejtë në raport me mua. Falënderim edhe për banorët të cilët ishin pranë meje ose u gjendën pranë meje në këto ditë shumë të vështira, dolën protestuan sepse e kuptuan që ne po protestonim jo për diçka, jo për të marrë diçka në këmbim, po thjesht sepse atje cënoheshin interesat tona. Ishim të prekur drejt për së drejti, ndaj ne duhej që ta mbronim interesin ton me argumenta dhe me fakte, ashtu siç edhe ju ishit prezent. Kështu që si kanë qenë këto 3 ditë për ty? Me thënë drejtën, sinqerisht ishin shumë të vështira. Unë nuk e prisja kurrë që do isha i burgosur, që do përjetoja atë tmerr që përjetova. Sigurisht, kam një falënderim edhe për rojet, edhe për punonjësit e komisariatit, të cilët janë treguar shumë dashamirës ndaj meje. Sinqerisht i falenderoj me gjithë zemër, të gjithë kanë qenë shumë të mirë, por që paraburgimi është paraburgim, nuk është faji rojeve për këtë pjesë. Kështu që ishin ditë realisht të vështira për mua, sinqerisht. Ishte një tronditje psikologjike në momentin e parë, por që u qetësova pasi fola me avokatin se ne kishim të drejtë. Dhe unë thjesht duhet prisja. Nga shoqëria civile, nga personalitet të ndryshëm apo nga individ në Pogradec u konsiderua arrestim politik. Ju do të vazhdoni arrestimi i cili në fakt synonte të tremte, do të vazhdoni që të mbroni drejtat e Komunitetit. Unë personalisht jam me këtë ide që politika nuk mund të bëhet me mjete jo politike. Ne jemi për të drejtën dhe do ta mbrojmë të drejtën. Edhe është shumë e padrejtë, madje është e pandershme për mua që dikush të përdor mjete jo politike për të goditur kundërshtarin. Kjo është e papranueshme. Në qoftë se jemi në politikë, le të bëjmë politikë me argumenta, me fakte, me atë që është e drejtë. Dhe për atë që është e drejtë ne do vazhdojmë të luftojmë, sepse atje bëhet fjalë për jetën e banorëve, sigurisht me mjete ligjore. Ne nuk kemi ndërmend të dhunojmë askënd. Nuk është ky qëllimi jonë, se ne nuk jemi njerëz të dhunës, ne jemi njerëz që njohim forcën e argumentit. Por përdorimi i mjeteve jo politike për të goditur kundërshtarin është shumë e padrejtë, është e poshtër për mua. Faleminderit.